Shkojmë tek një lajm i fundit në këtë moment nga policia e Tiranës. Drejtori i policisë ka një konferencë për mediat. E ndjekim. Ku mirë? Kemi mikrofonën. Po. Mi mikrofon ashtu pra çudish. Çuna kur keni gati më tonë të bëjmë shojun. Prit, mos foni. Ha? Kanë çuar gjithë sinjalin. Përshëndetje. Ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë ditë pushimi dhe për bashkëpunimin korrekt në interes të informimit të qytetarëve në lidhje me rezultatet e strukturave vendore të policisë Tiranë. Siç dhe jeni informuar, për ditë, strukturat vendore të policisë Tiranë janë angazhuar maksimalisht për parandalimin e ngjarjeve kriminale, evidentimin dhe goditjen e palishmërisë, kapjen e personave në kërkim të atyreve që qarkullojnë me armë zjarri apo tentojnë të trafikojnë ato, për goditjen e trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe për ndjekjen në dinamikë të konflikteve dhe denoncimeve të drejtuar nga qytetarët. Në këtë kuadër, me ditën e sotme, fal punës operative të bërë nga strukturat e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, është organizuar dhe finalizuar operacioni policor drejtimi, gjatë të cilët u parandaluan dhe u godit një rast i tentativës për trafikim të drogave të forta në sasi të konsiderueshme. Në kuadër të operacionit u bë i mundur kapja dhe arrestimi në flagrant i shtetasëve Mirland Herri, 51 vjeç, banues në Maminës Durrës, Lutfim Hoxha, 41 vjeç, lindur në Dipër dhe banues në Maminës Durrës. Nga ana e seksionit për hetimin dhe narkotikëve u sigurua informacione rrugë operative se dy shtetas do transportonin një sasi të konsiderueshme lëndëve narkotike në zonën e Treshit, në afërsi të një shtulla 3 në Durrës. Mbi bazën e këtyre informacioneve u organizua në një kohë shumë të shkurtër dhe u finalizua operacioni policor i koduar drejtimi. Gjatë operacionit në rrugën Kastriotët është konstatuar automjet tip Benz Mercedes me dy shtetas të dyshuar, të cilët po transportonin këto lëndë narkotike. Shërbimet policore të seksionit për hetimin dhe narkotikët kanë ndërhyrë dhe kanë ndaluar automjetin e dyshuar. Gjatë kontrollit të ushtruar në brendësi të automjetit, shërbimet e policisë kanë evidentuar një çantë në brendësi të cilës kishte 7 pako me lëndë të dyshuar narkotike. Konkretisht, 4 pako lëndë narkotike heroin me peshë 2 kg e 103 gram, si dhe 3 pako me lëndë narkotike të dyshuar kokainë me peshë 3 kg dhe 120 gram, gjithse 5 kg e 224 gram heroin dhe kokainë. Me njerë është bërë shoqërimi këtyre shtetasëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale, ku ka rezultuar se këta shtetas do të transportonin këto lëndë narkotike në drejtim të Durrësit. Veprimet vijojnë në bashkëpunim me Provurinë për evidentimin e shtetasëve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Dhe në këtë kuadër mund të bëjmë me dije dhe në këtë kuadër nuk mund të bëjmë me dije detaje të tjera rreth këtij operacioni. Ky operacion është në vazhdim e operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluar nga strukturat vendore të Policisë Tiranë për goditjen dhe shitjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike, ku jo më larg se 2 javë më parë u kapën 2 shtetas me 250 gram kokainë, si dhe gjatë 2 javëve të fundit janë finalizuar disa operacione për kapjen e personave në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore, atyre që qarkullojnë të armatosur, ku ishin përfshirë dhe disa shtetas të huaj. Gjithashtu, nisu nga një rast shumë i pret për një përplasje me armë të ftohta të rreth 28 personave të mitur, nga mosha 13 deri në 17 vjeç, fal marrjes në kohë të informacionit, angazhimit maksimal të Komisiatit numër 6, si dhe forcave operacionale Shqiponja të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, u bë i mundur që rreth 72 orë nga verikimet e bëra dhe nga struktura e hetimit të krimit kibernetik në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë dhe informacionet e marra nga shërbimi në terren të evidentoheshin dhe të parandalohej një ngjarje shumë e rëndë kriminale me pasojë fatale për jetën e të miturve. Falenderojmë të gjithë shërbimet policore për punën profesionale të bërë për parandalimin e këtij konflikti. Njëkohësisht, përfitoj nga rasti të drejtojmë prindërve që të bashkëpunojnë me inspektorët e policisë së zonave, me patrullat e përgjithshme që janë në terren për çdo rast të dyshim që konstatojnë te fëmijët me qëllim ndërhyrjen në kohë për parandaluar ngjarjet me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Të nderuar qytetarë,
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë mbetet e angazhuar maksimalisht dhe ka të gjithë kapacitetet për të garantuar rendin e sigurinë, si dhe për të luftuar çdo palishmëri, por e vetme pa ndihmën tuaj ky mision I shenjtë do ishte cunguar. Ndaj denonconi në kohë pranë strukturave të policisë në numrin 112 për çdo rast palishmërie. Na mbështesni dhe besoni akoma dhe më shumë. Së bashku të garantojmë një ambient akoma më të sigurt. Ju faleminderit. Drejtor Leon? Po. Të lutem, nëse ka një informacion në lidhje me dhënien narkotike nga ka origjina, duke qenë se deklaratën tuaj tekstuar që kishit informacione që nga treshi do shkonin në detyrim të Durrësit. A është vërtetuar Policia e Tiranës në lidhje me origjinën e vendit narkotike si ka hyrë në Shqipëri? Atëherë se timi është po punohet në një tim shtërrues, siç e thash dhe më sipër, nga na jon, në bashkëpunim me Prokurorinë Rreziqësore Tiranë, ne po vjen hetimet dhe operacioni është vim si e sipër, kështu që do presim përfundimin e hetimeve dhe pastaj do japim një informacion më detajuar.